po është tregu si mjaftueshëm që një rrezik ka, një tension ka, gjithë këtë çfarë po ndodh në politikën kosovare aktualisht. Shqetësuese është, tani kur i sheh këto situata dhe që kemi folë gjatë gjithë kohës, ka qenë një farë kompromisi dënimit të gjuhës, e cila ka të peshën thelbësore në krimin e raporteve ndërnjerëzore ose prishjes së këtyre raporteve, që në këtë çështjen e gjuhës është investuar mjaft shumë që të jetë polarizuese dhe është për e cila gjithsesi që kjo gjuhë prodhon edhe efekte të tjera të pakontrolluara dhe që të dyjat janë të dënueshme. Pra, i dënueshëm, siç e tha Orta, është ky akti fizik i dhunës, po edhe i kësaj që prodhon këtë aktin fizik, pra që është gjuha. A ka qenë mirë, unë kam pritë që në këto reagimet cilat u bënën së mos nga lëvizja vetëvendosje, së mos nga kreu i saj, atë në mbledhjen e qeverisë, që mos t'ju qaset në kuptimin nuk në ndalin këto bonda për të garuar në secilin komunë. Nuk na friksojnë. So ka mundur t'jetë vetëm që dënojmë rastin dhe kërkojmë atë që më kryesorja angazhimin e organeve të rendit në mënyrë që ato të dhanë të bëjmë punën e tyre dhe të zbardhin rastit. Tani, ky lloj reagimi që po quhet, gjithsesi që e ka të peshën e vet. Në anën tjetër, apat në atë shprehjen e të rrorit, po them ashtu, ose të postimit, apat ironi, jo nuk pat ironi. Është kjo Ju se lexoni si ironik. Jo, se është e dhëmshme. Ke parasysh, unë pe përjetaj. Ke parasysh është e rënë me thonë gjak i Serbit, Serbia, Albinat Serbia, me të vërtetë të janë shumë trona, për arsye se këto efekte, ose jo efekte, po, interesi ka qenë edhe i një politike të spektaklit, që tani dhe mediat pe kurajojnë. Më pastaj qytetari, para monitorit, me atë ndjesinë e emocionit që nuk përshë kërkosh, po vetëm po shkruan dhe e lënë, nuk e ka idenë që kjo që ka shkruan në atë monitorin e vet, po shpërnda dhe do ta ketë efektin e vet, dhem, për arsye se siç dhem, po e marr figurativisht një boks ose çfarë do shublak, dhem edhe fjala kur ti nuk e ndjen veten që i përket çasaj. Pra dhem shumë. Tani, nëse gjatë gjithë kohës presim që organet e rendit, po them gjithsesi, është e dënueshme si akt. Po në Republikën e Kosovës për këto lëndimet shpirtërore, emocionale të personalitetit, nuk është se janë dënuar shumë, janë dënuar disa. Dhe ke parasysh nuk po mbushen mend, ke parasysh vjen në Republikën e Kosovës, si të hyjë në kufi me Kosovën, policia e merr për arsye se ka lajmërim për te nga dikush që ka lënduar personalitetin e tij, më pastaj kërkon falje, kemi pas rastin me zotin Hoti, Abdullah Hoti. Ke parasysh edhe nuk po mësojnë hiç. A duhet ta vlojmë gishtin vetëm nga njëra anë, sepse janë përfshira të gjitha, Unë nuk e vnova në asnjë mënyrë nga njëra anë. Jo, përmendet disa raste, më kryo përshtypje Po e kështu. vnoj në të gjitha anët, dhe në të gjitha rrafshet. Ju e dini, në këtë studio disa herë çështja më shumti që kam apelu, po të gjithë në një formë si tjetër ka qenë dënimi, kërkesa që mos të vazhdohet me gjuhë e cila prodhon efekte dhune. Pra me gjuhë e cila është jo demokratike. Gjuhë e cila e lëndon. Po, debat po bëjmë edhe mund të jemi kështu. Të përfundoj, më pastaj bëjmë debat. Gjuhë e cila lëndon maksimalisht dikë që nuk ndihet se i përket asaj për çfarë i përshkruhet. Dhe ke parasysh, derisa qytetari nuk arrin, unë lutem që të arrin në moment të caktuar të vëdësohet, po këtë vëdësimin duhet ta bëj edhe një frymë të caktuar e njerëzve që kanë një peshë në rendin politik, në rendin shkencor, intelektual, që ngjajshme, në mënyrë që ky qytetar ta kupton para këtij monitorit me ato